Zërat e kujtesës është një projekt që lindi nga neve nxënësit, pasi bumre një hendek shumë të madh të krijuar mes brezit ton dhe brezave të mëparshëm. Gjatë rrugtimit mosimor kuptuam se shumë prej nesh nuk e njihnin historinë e familjeve të tyre. Rrëfime që janë pjesë e rëndësishme e identitetit tonë. Kjo mungesë lidhjeje na bëri të reflektojmë dhe të mendojmë si ta ndryshojmë këtë situatë. Kështu, nisi ideja për Zërat e kujtesës, një platformë ku kujtesa njerëzore ruhet dhe ndahet dhe përjetohet në mënyrë bashkëkohore. Këtu kemi dhe website-in që kemi krijuar, ku mund të gjeni intervistat, librin online dhe ekspozitat. Nuk e menduam thjesht si një projekt shkollor, por si një përpjekje për të krijuar një urlidhse mes së shkuarës dhe së tashmes. Dhe kështu, me pasion dhe me ndihmën e teknologjisë, krijuam një platformë digjitale ku historia merr jetë përmes njerëzve që e kanë jetuar vetë atë. Kjo platformë do të shërbejë mësuesve, nxënësve si një mjet edukativ në procesin mësimor, por gjithashtu dhe çdo njërit prej nesh që dëshiron të ndajë historinë e tij dhe të kuptojë më shumë rreth historisë. Projektin ne zhvilluam në disa faza. Faza e parë ishte ajo kërkimore. Kontaktuam persona të moshës së tretë. Kërkuam në arkiva familjare, mblodhëm ide, fotografi, dokumente dhe dëshmi që flasin më shumë se sa data në ato librat e historisë. Faza e dytë ishte ajo e terrenit. Ne zhvilluam biseda të hapura, intervista me qytetarë të zonës për të dëgjuar histori personale dhe për të kuptuar ndjesitë kolektive për të kaluarën. Një fazë tjetër ishte ajo kreative dhe teknike. Ne organizuam materialet në një libër digital, ekspozitë virtuale dhe faqe interaktive pra website-i që ofrojnë përvojë unike për vizitorët. Dhe faza e fundit, ajo vizuale dhe përfaqësuese, ku çdo dokument, fotografi apo audio shoqërohet me element grafik dhe me shpjegime që përcjellin ndjeshmërinë e secilës histori. Në këtë ekspozit kemi të përfshira dokumente autentike, siç janë gazeta, certifikata apo medalje të marra nga gjyshrit tanë në familjet tona. Në këtë këndin shohim pikturat e realizuar nga nxënësit tanë talentuar rreth periudhave të ndryshme historike. E gjithë kjo është strukturuar nëpërmjet temave dhe periudhave historike për të qenë sa më lehtësisht të kuptueshme dhe e bukur për të parë nga shikuesit. Gazeta Besa, viti botimit 1933. Kjo gazetë e përditshme për kohën, por sot tashmë me një vlerë tepër të madhe, trajtonte tema të rëndësishme kombëtare, ekonomike dhe shoqërore. Gjyshi im, Hasan Hima, e ka ruajtur këtë gazetë me shumë kujdes në bibliotekën e tij, duke e bërë një trashëgimi tepër të çmuar, tashmë jo vetëm për mua, por për gjithë ata të interesuar pas historisë, të cilët kanë mundësi ta lexojnë përmes platformës sonë. Ky projekt është më shumë se thjesht një arkiv. Është një platformë edukative dhe kulturore e cila do t'i shërbejë jo vetëm shkollës sonë, por gjithashtu dhe institucioneve të tjera. Duke punuar në këtë projekt, ne kemi përforcuar njohuritë tona në lëndën e historisë. Gjithashtu, kemi zhvilluar punën me teknologjinë dhe mendimin ton kritik, por pjesa më e rëndësishme e këtij projekti ka qenë bashkëpunimi dhe komunikimi e brezit ton me brezat e mëparshëm. Në të ardhmen, këtë platformë digjitale synojmë që ta zgjerojmë më tepër, me histori të ndryshme, nga persona të ndryshëm, nga komunitete të ndryshme, duke krijuar kështu një rrjet të madh historish, i cili do të shërbejë si burim për projekte, gjithashtu dhe aktivitete të ndryshme kulturore. Në një botë e cila ecën me ritme të shpejta, Zërat e kujtesës është një ndalesë që duhet ta bëjë çdo njeri. Projekti na kujton se pas çdo date në librat tanë të historisë fshihet një zë, një ndjenjë, një jetë. Rëndësia e këtij projekti qëndron në vetë faktin se na bën më njerëzor, më të lidhur me rrënjët tona dhe na bën më të vetëdijshëm për ato që nuk do të harrojmë kurrë, që është historia e të parëve tanë.